kujtimit në zgjedhjet e fundit pushtetit vendor. Jo, s'është vërtet. Personale. Është rasti që ju ta bëni këtë. Unë nuk kisha objekt personal ose motivi tim të kandidoja, domosdo. Edhe ai veprim që bëra ishte për t'i dhënë përgjigje ose për t'i kundërvënë asaj fshese që kishte nisur të PS-jat, që fatmirësisht po ndalet ose është duke ndalur, që të largohet vjetit, të largohen nanoistët, të largohen, po nano pjesë e Partisë Socialiste ishte. Patjetër. Edhe është, dhe mbetet, dhe në histori do mbetet. Kështu s'kishte pse punoj kështu. Dhe unë, duke qenë se thash, e kuptoj mirë kapitalizmin, dhe kapitalizmi matet, dhe duhet peshohet puna, dhe duhet vlerësohet, isha nga ata që doja që punën që t'jepja dhe kontributin t'jepja të matej, të peshohet dhe të vlerësohet. Mirë po, futu në atë fshesën që përfshiu pjesën themeluese të PS-s, brezë e vjetër, thënë ndryshe nga udhëheqja aktuale e PS-s, që ka edhe vjetra. Po. Ishim lëna shu dhe thash që edhe ne jemi dikushi. Dhe me dhimbje të madhe ka bërë atë veprim. Po besoj se nuk ka ndikuar negativisht, ka ndikuar pozitivisht dhe tek edhe për PS. Edhe për PS. Pra te PS ka ndikuar jo tek kun, po ka ndikuar pozitivisht te PS-ja, që kujtimi dhe kujtimët apo të tjerët, do të jenë potencial aktiv. Që janë potencial, këta do të jenë. Do të gjeni emër tjetër. Do të jenë. Problemi është që unë i përkasës e pjesë të PS-ja që kam kontributin tim. Po duhet të vlerësohet, duhet të mpeshohet, duhet të matet puna. Jo të më hidhet poshtë. Është një meritokraci që patjetër nuk do të humbas. Dhe unë këtu ku kam ardhur, besoj dhe shpresoj shumë që të vinë shumë njerëz të tjerë nga miq dhe shokët e mi, themelus apo jo themelus, antar apo simpatizan apo votues të PS-s, po dhe të forcat e tjera politike, të cilat të djathta apo të majt. Besoj shumë. Po që të gjej veten, tu matet puna, tu vlerësohet puna dhe tu dhe të dihet që këta janë këtu, jetojnë këtu dhe kontribuojnë. Pra ata që kanë kapacitete dhe mendoj kanë kapacitete, kanë mundësira, kanë forca, kanë potenciale. Për ta shtytur më tek këtë që ju po thoni. Ju keni sondazhuar sepse puna juaj ka filluar në qarkun e Fierda prej muajsh. Atëherë, keni arritur të gjeni një terren përshtatshëm që të keni një numër të konsiderueshëm të simpatizantëve, e pse jo dhe të antarëve. Dhe edhe më falni, një pyetje kyç. Ka antarësime në Fier në këtë parti? Pyetja është për të dy kjo e fundit. Unë do të thosha këtë. Unë i përkas atyre njerëzve që jam çik aq sa i butaj dhe kokë fort. Unë dua të eci vetëm përpara. Po jo të eci përpara duke rrëzuar të tjerët. Unë duhet të eci përpara duke mbajtur të tjerët dhe duke ngritur të tjerët. Po, bashkë me ata. Dhe unë besoj se kam gjetur terren. Kam pasur në momentet e para, me që si kjo është parti e re, një gjë e re, një forcë e re e pa njohur në Fier, paktën ka ato vështirësitë e saj në futje, por përballë miqve të mi, përballë atyre që unë po kërkoj ta hap këtë parti në Fier, e kam gjetur mirë kuptimin. Sepse atje ku jam të thyer për të parë kam shkuar edhe për të 7. Ja do të shkoj aq herë sa që të bindet ai jo ta binsun. Të bindet ai që nuk është rrugë e gabuar, por këtu peshohet, matet kontributi dhe këtu çohet kontributi dhe atij të majtit betuar të PS-s dhe atij antari si unë të PS-s deri dje i çohet vota në fund fare te PS-ja dhe vjen PS-ja në pushtet. Nuk vim vetëm ne forcat e vogla, po ne jemi bashkangjitur kësaj force